Tani mendoni një çast, të nderuar banorët Grabianit. Vetëm një moment mendoni. Nëse kutinë e votimit do ta kishit me vete gjatë 4 viteve. Dhe kur të shkonit në spital dhe nuk do të merrnit shërbim, do të mund votonit atë çast. Do të votonit për këta, po apo jo? Po nuk mund votoni pra, sepse këta u kanë lënë pa ilaçe. Nëse kutinë e votimit do ta kishit me vete gjatë 4 viteve. Dhe kur shkoni merrni atë pensionin e ulët që s'u del për ilaçet, do të votonit, do t'i ndëshkonit, po apo jo? Nëse kutinë e votimit do ta kishit aty te dera, kur fëmia ikën në emigrim, kur sa herë vinë dhe ikin i përcjellni me lot në sy, do t'i votonit, po apo jo? Nëse kutinë e votimit do ta kishit aty te Buzë Kanalit, kur hidhin produktet tuaja që nuk u shiten, sepse vjen kontraband nga jashtë, do t'i votonit ju më këta, po apo jo? Nëse kutinë e votimit do ta kishit me vete, kur shkoni aty në shkollë dhe fëmia nuk ka kushte, atë çast dhe e shihni që dridhet nga i ftohti, do t'i votonit këta apo jo? Në 11 maj, kur të shkoni të votoni, duhet keni parasysh shkollat e prishura, fëmijët e ikun në emigrim, lekët që mungojnë për subvencione, ujin që mungon në fuqa, ilaçet që mungojnë në spitale, pensionet e ulta, ndihmën ekonomike që ju tau, pa mundësim për të jetuar në një vend të jetos, të gjitha këto duhet u bëjnë, ta ndëshkoni këtë klasë politike dhe ta çani sistemin.